nuk mund të flasim për një jetë bashkëtorë të mirë apo të lumtur nëse nuk vjen themelet dhe nuk vjen kolonat dhe nuk ndërtohen muret. Të jesh korrekt në përçimin e të drejtave që ka bashkëshortja, të jetë bashkëshortja korrekte në përçimin e të drejtave që gëzon burri, të plotësosh detyrimet që ke ndaj bashkëshortes, të plotësoj detyrimet që ka ndaj burrit, të çohen në vend, le të themi, kushtet kontraktuale në momentin e celebrimit. Në momentin që janë këto të treja, jeta bashkëtorë do të jetë perfekcion. Dhe çdo gjë tjetër është plotësim dhe komoditet dhe çdo gabim që mund të ndodhi është i menaxhueshëm lehtë. Që do të thotë, burri ka disa, le të themi, detyrime që duhet t'i realizoj patjetër ndaj bashkëshortes tij. Detyrimi i shpenzimeve. Barra e shpenzimit në familje bie mbi burrin. Po do thotë jo, po jeta është e vështirë etj. Okej, momentin që gjej një gjumë mirë kuptimi me njëri tjetrin dhe ajo kontribon, Zoti është shpërblet. Mirë po, si detyrim bazik, shpenzimet në familje i ka përgjegjësi burri. E drejta pra e shpenzim, pra si më thon mbulimi ekonomik i nevojave. E dyta, strehimi, pra është detyrë e burrit. E treta, nevojat personale, pra që është veshmbathja, e kundëgjon etj. Dhe e fundit fare që ne e përmendim, domethënë është plotësimi i nevojave fiziologjike shtrati. Në momentin që burri përgjigjet për këto të katërta ndaj bashkëshortes tij, domethënë ai ka bërë ato që quhet, ka realizuar të drejtat dhe detyrimet ndaj bashkëshortes. Po bashkëshortja ndaj burrit saj. Bashkëshortja obligohet që të jetë, le të themi, me burrin e saj e bindur dhe respektuese, që do të thotë në momentin që burri ka të drejtë, fjala nuk duhet bërë dysh, domethënë nuk duhet diskutuar. Në momentin që burri nuk ka të drejtë, fjala e tij duhet, domethënë, këshilluar, duhet orientuar, domethënë, dhe në momentin kur gjëja është e paqartë, pra nuk është tani ka drejt apo s'ka drejt, po thjesht burri mendon se kjo është më e mirë në dobi të familjes. Në këtë rast, gruaja duhet të ketë një bindje dhe respekt ndaj fjalës burrit. Pra, detyrimi i parë është bindja dhe respekti. Detyrimi i dytë është detyrimi, le të themi, i jetës së shtratit, pra duhet të jetë, domethënë, gjithmonë korrekte ndaj nevojës, le të themi, fiziologjike që ka burri në jetën bashkëshortore. Dhe e treta, të trajtojë familjen siç trajtohet në traditën ku jetohet. Pa le të themi, ka vende që gruaja i bën të gjitha, edhe këtu duhet i bëj të gjitha. Ka vende ku gruaja nuk i bën të gjitha, po bën disa gjëra. Atëherë gruaja duhet të eci me atë, me namatin e jetës, me pulsin e jetës, me mënyrën se si, me ritmin e jetës, pra mënyrën se si jeton shoqëria, duhet të jetojë dhe ajo brenda familjes saj. Që nënkupton rregull, që nënkupton mirëkuptim, që nënkupton, domethënë, një jetë e orientuar, jo një jetë e shturur, ku nuk dihet çfarë bën gruaja, ku nuk dihet çfarë bën fëmia, ku nuk dihet kush hyn, kush del. Këto gjërat nuk funksionojnë.